Prej 6 muajsh të tjetra familjet të zonës së kombinatit fare pranë varrezës së Sharrës janë pa ujë. Ky problem, siç pohojnë banorët, lindi pas asfaltimit të kësaj rruge që kalon para shtëpive të tyre. Kjo ndodhi në atë kohë që ushtru rruga. Se ça pren, se morën vesh, domethënë tubat, nuk e di, se morën vesh. Jam 5 veta, domethënë, do lahesh, do shplahesh, por ne u qelbemi vetëm të vësh duart në kokë. Shkoj interesohemi, nuk interesohet njëri. Shkojmë atje në lagje ku e kemi atë pjesën e, domethënë që duhet ta ankohemi, prapë kemi zgjidhur nëpërmjet njëri tjetrit. Nëpërmjet njëri tjetrit, ma ka kusur tjetër më mbaj mua me ujë. Kemi 20 vjet që kemi banojmë këtu, nuk kemi mbetur kurrë asnjëherë pa ujë. Që kur janë bërë zgjedhjet e këtej, ne jemi pa ujë hiç fare, s'kemi lajm syt. Që prej fillimit të vitit, shpëtimi i tyre për të qenë larg rrezikut të një epidemie është ky pus i krijuar prej disa kohësh nga një fqinjë tyre. Ka 10-15 familje që i mbajmë këtë. Shteti nuk interesohet asgjë se ka ujë se s'ka ujë, me këtë vap tash që është tmerr. Përgjegjësi sektorit të urbanistikës në njësinë bashkiake numër 6 bën të ditur se ankesat janë drejtuar zyrtarisht ndërmarrjes së ujësillësit, por nuk ka pasur asnjë reagim. Janë të shumta këto ankesa, shumë prej këtyre kemi dërguar edhe përfaqësi pranë këtyre ndërmarrjeve, qoftë drejtorisë njësisë numër 3, që na mbulon këtë njësi, qoftë edhe pranë drejtorisë qendrore të ujësillës kanalizimit. Domethënë reagimi ka qenë i të paktën shkresor është 0. Por sipas vetë ujësillësit, qytetarët duhet të shkojnë personalisht të ankohen e jo nëpërmjet shkresave. Ato familje që janë ke varrezat, unë nuk e di, qofse rruga ka ndërprer tubacionet e tyre, ata duhet të ankimoheshin dhe thonin, orë zotërit ujësillësit, rruga na ka prer tubi që ne furnizoshim. Një ankesë e tillë s'ka ardhur fare. Unë do ta verifikoj me instrumentet që kam këtu. Kam njerëz, kam kontrollor, kam inxhinier të zonës me radhë. Do ta kontrolloj ta shoh çfarë situatë ka. Sipas ujësillësit, nesër nis verifikimi për problemin në këtë zonë.